Unë shikoj këtë protest, nëse do të bëj një paralelizim, e konsideroj shoqërinë si ato pllakat tektonike, që qëndrojnë të heshtura, akumulojnë energji, pastaj i japin një fërkim, tronditen, shkarkojnë energjinë dhe pastaj kalojnë në pauzë sërish. Po të kujtojmë edhe protestat tona kanë qenë ciklike, kanë qenë 2013 për mbetjet kimike të Sirisë, ishte 2017-18 studentët. Tani është kjo protestë. Unë mendoj që nëse kjo energji do shkarkohet në lanë, ta njerëz që ishin aty do largohen të demotivuar për mos arritin një objektivi të rëndësishëm apo të madh, dhe pastaj do duhet kohë për të akumuluar energjia dhe zemrimi sërish që njerëzit të dalin në rrugë. Për këtë arsye mendoj që të mos mbetet thjesht një kujtim i bukur, dhe këtu futemi në teoritë konspirative për të kuptuar tashmë se kush realisht mund të jetë pas protestës, sepse unë mendoj që ka një lloj konspiracioni për shkak të organizimit, sado e çorganizuar të jetë prap një frymëzim nga jashtë e ka. Protesta do duhej të kishte marrë kokë dhe të kishte një dokument të shkruar që të mos mbetej ku del njëri thot zgjedhjet parakoshme, del tjetri thot Rama në burg, del tjetri thot Berisha në burg, tjetri thot largohet Berisha, Berisha i larguar është, nuk e që largon më. Por harrojnë një gjë, që Rama dhe sikur të dali nga balkoni, të hidhet me kokë në trotuar, në zyrën e Ramës, ai që do futet vetëm përmes votës. Nuk mund që protestuesi më i fortë hapi derën dhe tulet në zyrën e kryeministrit. Ndaj, mungesa një agjende politike mund ta shpërdoroj gjithë këtë energji dhe gjithë këtë bukuri. Kur them energji, është absolutisht shumë rëndësishme, sepse Partia Demokratike protestojnë mbi 6 muaj në rrugë, në mënyrat nga më të dhunshmet, për ta ushtruar këtë lloj impakti dhe nuk ja doli. Ndaj, nëse dikush duhet të dëgjojë, për mendimin tim është ngritja e një agjende, artikulimi dhe vendosja e afateve. Kjo do t'i bëjë njerëzit më të motivuar, sepse në fund gjithkush mund të bëj pyetjen, shkova sot atje, po çfarë arrita? Do vi një moment do mbaroj kjo adrenalina, do mbaroj ky qefi i grupit të trinjve që shkojnë aty, me shoqëritë, me njëri tjetrin, me bori, me daulle, me qenin me vete. Do vi dita që do duhet i bish murit me grusht. Do duhet. Unë pyeta pak më parë pse nuk ka reagim ndërkombëtar. Ndërkaq disa zëra autoritar të hapësirës mbar shqiptare kanë folur pas reagimit të dieshëm të filozofes dhe pedagoges në London School of Economics Lea Ypi, ka folur publicisti Veton Surroj në Kosovë, ka folur edhe Eles Biberaj me një shkrim shumë të gjatë që ka analizuar protestën dhe situatën në Shqipëri. Do të citoj vetëm disa nga ato që kanë shkruar këto 3 personalitete për të kuptuar edhe qëndrimin e tyre publik. Por Eles Biberaj këtu nuk kemi të bëjmë as me anti-trumpizëm, as me anti-amerikanizëm, por me mënyrën autokratike të vendimarrjes së Ramës. Protestat, thot ai, u nxitën nga shqetësimet mbi kushtet jo transparente të investimeve të profilit të lartë të lidhura me Ivanka Trumpin dhe Jared Kushner, por demonstratat nuk janë referendum për familjen Trump. As refuzimi kapitalit të huaj. Shqiptarët prej kohësh kanë mirëpritur investimet që respektojnë ligjet e vendit. Ato që refuzojnë janë mënyra se si këto projekte u shtyn përpara, pa transparencë, pa konsultim dhe pa respekt për të drejtat mjedisore apo pronësore. Protestat nuk janë anti-Trump apo anti-amerikane, janë kundër